Përshëndetje shenja Briciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi faqja e kupave, dielli, 8 kupat, 4 shpatat. Ju hyni në këtë javë me një ndjeshmëri të bukur. Faqja e kupave tregon një zemër të hapur, një dëshirë për të ndjerë, për të dashur, për të qenë më të butë me veten dhe të tjerët. Dielli e përforcon këtë, ka një dritë brenda jush, një moment qartësie, një ndjesi që gjërat mund të bëhen më mirë, por 8 kupat ndryshon drejtimin dhe duket se ju vendosni të largoheni emocionalisht ose fizikisht nga diçka ose dikush. Nuk është një largim impulsiv, por një vendim i qetë i tipit kjo nuk më përmbush më. 4 shpatat e mbyll këtë cikël me qetësi. Ju tërhiqeni për të reflektuar, për të pushuar dhe për të rikuperuar. Pra duket se ju po kaloni nga një hapje emocionale drejt një largimi të vetëdijshëm. Është si të kuptoni se edhe pse keni dashur diçka, nuk është më për ju. Kartat këshillojnë të mos e shihni largimin si një humbje. Ju duhet të jepni vetes hapësirë për të reflektuar dhe për të rikthyer energjinë tuaj. Qetësia është e nevojshme për ju tani. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 7 shpatat, ylli në të kundërt, mbretëresha e shpatave, krye priftëresha dhe 10 shkopin që ranë së bashku. Në familje energjia është pak më e rënduar dhe komplekse, do të thoja unë. 7 shpatat tregon mungesë transparence, mungesë sinqeriteti, një sjellje strategjike, mund të ketë sekrete, shmangje ose ndjenja që nuk po thuhen hapur. Ylli në të kundërt tregon humbje shprese, një zhgënjim ose një ndjesi që diçka nuk po shkon drejt shërimit që ju prisnit. Mbretëresha e shpatave ju kërkon të jeni të qartë dhe të drejtë, të shihni situatën pa iluzione. Krye priftëresha tregon se ka gjëra të fshehura që ju i ndjeni në mënyrë intuitive, edhe nëse nuk janë thënë hapur. 10 shkopint tregon lodhje. Kjo situatë familjare mund t'ju ketë rënduar për një kohë të gjatë. Pra duket se ju jeni në një ambient ku jo gjithçka është e sinqertë dhe kjo ju ka lodhur emocionalisht. Ju ndjeni më shumë se sa thuhet dhe kjo ju rëndon. Kartat këshillojnë se ju duhet të vendosni kufi dhe të mos mbani më peshë që nuk ju takon. Besoni intuitën tuaj, sepse ajo po ju tregon të vërtetën. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi kalorësi i monedhave, 2 shkopint, 5 monedhat, 7 shkopint në të kundërt. Në dashuri, gjërat nuk janë të shpejta, por janë shumë të qarta në thelb. Kalorësi i monedhave tregon një lidhje që ecën ngadalë. Mund të jetë dikush serioz, por jo shumë shprehës emocionalisht. Ose mund të jeni ju. 2 shkopint tregon një moment vendimi. Ju ose ky person jeni duke menduar për të ardhmen, po bëni plane, por ende nuk keni vepruar. Pra nuk po hidhen në veprim mendimet. 5 monedhat sjell ndjesinë e mungesës, mund të ndiheni të lënë pas dore, të pavlerësuar ose emocionalisht të vetmuar. 7 shkopint në të kundërt tregon dorëzim, një ndjesi që nuk doni më të luftoni për këtë lidhje apo marrëdhënie apo person. Pra duket se ju jeni në një situatë ku gjërat nuk po lëvizin siç ju do të donit, ka një ndjesi distance, mungese dhe lodhjeje emocionale. Mund të jetë një lidhje ku njëra palë nuk po investon sa duhet dhe ju jeni lodhur, duke mbajtur gjithçka. Kartat këshillojnë se ju duhet të ndaloni së luftuari vetëm. Nëse një lidhje nuk ju jep atë që meritoni, ju duhet të tërhiqeni dhe të ruani energjinë dhe dinjitetin tuaj.
Dashuria nuk duhet të ndihet si mungesë. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 10 kupat as i kupave 6 shkopin të mbretëresha e monedhave. Në punë 10 kupat tregon përmbushje, një ndjesi harmonie dhe kënaqësie. Kjo duket si një sferë shumë e shëndritshme për ju këtë javë. Asi i kupave sjell një fillim të ri që ju emocionon. Mund të jetë një projekt, një ide ose një mundësi që ju bën të ndiheni mirë. Për disa mund të jetë një njohje e re në punë, shumë emocionale. 6 shkopin tregon sukses dhe njohje, vlerësim, vëmendje. Ju mund të merrni komplimente në punë për disa nga ju. Mbretëresha e monedhave tregon stabilitet dhe pjekuri. Ju jeni në një pozicion të fortë dhe të qëndrueshëm. Pra duket se në punë ju jeni duke lulëzuar, ka mundësi suksesi dhe një ndjesi që jeni në rrugën e duhur. Kartat këshillojnë se ju duhet të përqendroheni te kjo sferë, sepse është vendi ku energjia juaj po shpërblehet dhe ku mund të ndërtoni diçka të qëndrueshme. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi mister. Misteri është tema për këtë javë në lidhje me ju, sepse ju gjithçka është e qartë dhe kjo është në rregull, sepse ka gjëra që po zhvillohen në prapasken. Veçanërisht unë do të theksoja në familje dhe në dashuri. Ju mund të ndjeni më shumë se sa kuptoni dhe kjo mund t'ju bëj paksa të pasigurt, por ky mister nuk është për t'ju friksuar, është për t'ju mësuar të besoni procesin. Në përgjithësi këshilla që përcillet nga kartat është të mos kërkoni përgjigje të menjëhershme. Ju duhet të pranoni që disa gjëra do të zbulohen me kohë. Unë do të thoja që besoni intuitën tuaj dhe mos nxitoni të nxirrni përfundime. Sepse kjo duket si një javë ku ju hapeni emocionalisht, por edhe largoheni nga ajo që nuk ju përmbush më. Përballeni me dinamika të vështira në familje, ndjeni mungesë dhe lodhje në dashuri, por ama shkëlqeni në punë dhe duket se ju jeni duke u tërhequr nga ajo që ju zbraz dhe duke u afruar me atë që ju ushqen. Edhe nëse disa gjëra janë të paqarta tani, rruga juaj po formohet në mënyrë shumë të saktë. Paçim!